Ka dhe njerëz që parapëlqejnë dëgjimin e këngëve, tingujve dhe veglave të shejtanit, më shumë se sa dëgjimin e fjalës së të gjithëmëshirshmit. Parapëlqejnë të shkojnë në argëtime dhe stadiume, më shumë se sa në xhami. Dëgjojnë me dëshirë këngëtarin, humoristin dhe muzikën e ndaluar, por kur vjen puna te këshilltari, nuk duan as ta dëgjojnë. Ata janë nga kategoria për të cilët Allahu ka thënë: "Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim." Disa njerëz blejnë argëtime të kota për të shmangur njerëzit nga rruga e Allahut pa dituri dhe për ta marrë atë për tallje. Për ta ka dënim poshtrues dhe kur I lexohen ajetet tona, ai largohet me mendjemadhësi, sikur të mos I kishte dëgjuar, sikur të kishte perde në veshët e tij. Prandaj përgëzoje me një dënim të dhimbshëm. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga dëshkimi, nga ndjekja e epshit dhe shejtanit.